Kafeja turke e dashur, por jo për të gjithë. Kafeja turke është një ndër pijet më të konsumuara në vendet ballkanike dhe mesdhetare, e lidhur ngushtësisht me traditën, mikpritjen dhe shoqërinë. Por, pavarësisht kënaqësisë që sjell një filxhan i nxehtë në mëngjes, mjekët paralajmërojnë se jo të gjithë duhet ta konsumojnë. Një grup ekspertësh të shëndetit kanë dhënë një paralajmërim të qartë: kafeja turke, për disa persona, është e rrezikshme dhe duhet shmangur patjetër. Cilët janë këta persona? Ja kategoritë që duhet të kenë kujdes: 1. Personat me tension të lartë, hipertension. Kafeja turke është shumë e përqendruar në kafeinë. Te personat që vuajnë nga hipertensioni, kjo pije mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të presionit të gjakut, çka rrit rrezikun për infarkt ose goditje në tru. 2. Ata me probleme në zemër, kafeja mund të shkaktojë takikardi, rritje të rrahjeve të zemrës, dhe tek personat që vuajnë nga aritmia ose sëmundje të tjera kardiake, kjo mund të jetë shkaktare e komplikimeve serioze. 3. Persona me ankth dhe çrregullime të gjumit. Kafeina është një stimulues i fuqishëm i sistemit nervor qendror. Nëse keni ankth, kafeja mund ta përkeqësojë situatën. Po ashtu, tek shumë persona ndikon në cilësinë e gjumit, sidomos nëse konsumohet pasdite ose në darkë. 4. Gratë 7 zëna. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gratë 7 zëna duhet ta kufizojnë kafeinën. Sasi të mëdha mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin e fetusit dhe rrisin rrezikun për abort spontan. 5. Personat me refluks, gastrit ose ulqer. Kafeja turke ka një acid dhe stimulon prodhimin e acidit gastrik. Kjo mund të përkeqësojë ndjeshëm problemet me stomakun, duke shkaktuar djegje, dhimbje ose zbaticë. Çfarë i ndodh trupit pas konsumimit të kafes? Kur nuk tolerohet nga organizmi, rrahje të shpejta zemre, djersitje dhe ankth, shtimi i aciditetit në stomak, lëvizje të pakontrolluara të zorëve, pagjumësi dhe nervozizëm, humbje e përqendrimit në vend që të përmirësohet. A ka alternativa më të shëndetshme? Po. Për ata që nuk tolerojnë kafeinë, por duan një pije të ngrohtë dhe energjike, çaji i gjelbër, më pak kafeinë, me antioksidant, kafe pa kafeinë, decaf, çajra natyral bimor, ujë me limon dhe mjalt në mëngjes. Fjala e fundit: mos bëni zakon çka trupi nuk e pranon. Kafeja turke është e këndshme për shumë, por trupi nuk gënjen. Nëse ndiheni të rënduar, të shqetësuar apo nuk flini mirë, ndoshta kafeja nuk është për ju. Konsultohuni gjithmonë me një mjek përpara se të bëni ndryshime në stilin e jetesës apo ushqyerje.